Të nderuar shikues, përshëndetje, do jemi së bashku në edicionin informativ këtu në ekranin e kanalit 7, ku ndër të tjera do të ndiqni. Autoritetet vendosin ndërtimin e një rruge provizore përgjatë hekurudhës në aksin Librasht-Pogradec, por ende nuk ka një afat se kur do të rihapet qarkullimi. Kryeministri Rama mbledh të njëjtën deputetët dhe anëtarët e kabinetit qeveritar do të vendoset qëndrimi që socialistët do të mbajnë për Belinda Ballukun. Abeli rozon kërkesën e Erion Beliajt për të rikthyer në liri. Gjykata e posaçme vendos që kryebashkiaku i Tiranës të vijojë të qëndrojë në qeli. Vijojmë gjërësisht me lajmet. Situata kritike e krijuar nga shembjet në aksin Librasht-Pogradec do të zgjidhet me ndërtimin e një rruge alternative përgjatë hekurudhës. Segmenti provizor parashikohet të kalojë pranë lumit, ndërsa ura ekzistuese do të shembet. Por drejtuesi i autoritetit rrugor nuk dha një afat se kur do të rikthehet normaliteti në qarkullimin e automjeteve. Pas izolimit 4 ditor të arterjes kryesore të juglindjes nga rrshitja masive e dheut në aksin Librasht-Pogradec, kreu i autoritetit rrugor shqiptar Ami Kozeli në një dalje publike deklaroi se do të ndërtohet një rrugë alternative për t'i dhënë një zgjidhje provizore situatës alarmante. Në mbledhjen e sotme, datë 24 shkurt, Këshilli Teknik të Përbashkët midis ARSH-s dhe hekurudhës shqiptare, me pjesëmarrjen dhe të stafit akademik nga Fakulteti i Inxhinierisë Ndërtimit, gjeologëve të Shërbimit Gjeologjik Shqiptar, projektuesve dhe mbikëqyrësve të ngarkuar, u morën këto vendime. Ndërtimi një rruge të re alternative përgjatë hekurudhës në shtratën e lumit Shkumbin për të mundësuar kalimin e trafikut deri në stabilizimin e plotë të rrshitjes. Rakordimi me njëhershëm me hekurudhën shqiptare, Agjencinë Kombëtare të Mjedisit dhe Agjencinë e Menaxhimit të Burimeve Ujore për realizimin e kësaj rruge. Prishja e urës ekzistuese, tashmë jashtë funksionit. Megjithatë, drejtuesi i ARSH-s nuk dha një përgjigje përfundimtare se kur pritet të përfundojë ndërtimi i aksit alternativ. Ky aks i ri është një gjatësi minimumit 1.3 km, kështu që nuk mund të themi një afat konkret kohor. Lidhur me pjesën e marrjes së inerteve, unë vazhdoj ta përgënjeshtroj që fenomeni të ketë ndodhur për shkak të marrjes së inerteve, pasi ka pasur një kontroll nga ana e Inspektoratit Kombëtar të IKMT-s, të Mbrojtjes së Territorit, i cili ka verifikuar gjithë dokumentacionin dhe aty nuk ka asnjë lloj shkelje nga ana e kontraktorit të ngarkuar me punimet. Drejtori i përgjithshëm i doganave Besmir Beja njoftoi edhe marrëveshjen e bërë me homologët e Maqedonisë së Veriut për lehtësimin e kalimit të mjeteve në pikën kufitare të Blllatës. Kalimin e kamionëve ose trajlerëve të ngarkuar nga nesër ora 12 deri në orën 10 të darkës për çdo ditë në vim. Po ashtu, kamionët që janë të pangarkuar mund kalojnë përgjatë 24 orëve. Këtu ju lutem vini re që në këtë pikë doganore, pala maqedonse nuk lejon kalimin e produkteve ushqimore me origjinë shtazore si dhe botëve të naftës. Këto lloj kategorie duhet kalojnë nëpërmjet Kosovës. Nga analiza e kryer, sipas kreut të ARSH-s, shkaku kryesor i kësaj situate mbetet ndikimi i rashjeve intensive të shtrira në kohë të gjatë dhe erozioni lumor, gjë që shkaktoi rrshitje masive e që paralizoi qarkullimin. Dëmtimi i rrugës ka detyruar 10 kamionistë të transportit të mallrave të qëndrojnë në pritje në Qaftan. Ata thonë se flenë në mjetet e tyre dhe shpresojnë që rruga të hapet për të vijuar udhëtimin drejt destinacioneve përkatëse. Prej 3 ditësh, 50 mjetet të tonazheve të rënda kanë mbetur në pikën e kalimit kufitar të Qaftanës, pjesa më e madhe të cilëve vinë nga Turqia dhe Maqedonia, ashtu siç ka edhe drejtues mjetësh që vinë nga vendet e tjera që përdorin Shqipërinë tranzit për të kaluar në vendet e BE-s. Drejtuesit e mjeteve tregojnë se prej 3 ditësh kanë ndërprerë udhëtimin, pasi ajo se çfarë ka ndodhur në vendin e quajtur Ura e Arrave ka detyruar të qëndrojnë në pritje. 3 gündür buradayız. Gerçekten mağdur. Prej 3 ditësh jemi këtu. Jemi vërtet në gjendje të vështirë. Qeveria duhet të bëjë diçka për këtë situatë. Si një qytetar turk, më vjen shumë keq që shqiptarët ndodhen në një gjendje të tillë. Shqiptarët janë vëllezërit tanë. Ne duam që edhe këtu të ndërtohen në rrugë moderne. Makinat tona po shkatërrohen. Sa herë kalojmë këtu, i çojmë automjetet në servis. Gjendja e rrugës është shumë e rëndë. Ekmeğimiz şu anda bitti. Po presim këtu në vështirësi. Jemi në situatë keqe. Flem në kamion.
Nuk kemi asnjë vend afër ku të ham diçka, as restorant pranë, as vend ku të blejmë ushqim. Çdo gjë është shpenzim, shpenzim, shpenzim. Vërtet jemi në një gjendje shumë të vështirë. Vetëm në pikën e kalimit kufitar të Qafthanës hynë dhe dalin më shumë se 200 mjete të tonazhit të rënd, pjesa më e madhe nga Turqia e Maqedonia, ndërsa në dalje volumin më të madh të eksporteve kanë fermerët e fushës së Myzeqes. Dëmtime serioze janë konstatuar edhe në disa segmente anësore në aksin rrugor Bobështic-Dardh. Autoriteti rrugor ka vendosur sinjalistikën kufizuese, duke i detyruar drejtuesit e mjeteve të devijojnë kalimin në një kursi, pasi në këto vende ka shkarje të trasesë së rrugës. Drejtuesit lokal të autoritetit rrugor në Juglindje thanë se pavarësisht investimit të kryer para 6 vitesh, këto segmente ka nevojë për investime shtesë, pasi nuk mund të kryen punime mirëmbajtje nga firma kontraktore. Dëmtimet më të mëdha janë vënë re në vendin e quajtur Muri Musait. Rruga e Dardhës, veçanërisht në fundjavë, ka lëvizje të shumta të turistëve të cilët frekuentojnë këtë fshat të njohur turistik. Kryeministri Edi Rama do të mbledh ditën e njëjtë grupin parlamentar dhe qeverin për të diskutuar qëndrimin që do të mbahet për Belinda Ballukun. Prokuroria kërkon heqjen e imunitetit si dhe arrestimin, ndërsa në Këshillin e Mandateve, socialistët deklaruan se masa e pezullimit është e mjaftueshme. Qëndrimi përfundimtar i mazhorancës për çështjen e imunitetit të Belinda Ballukut do të vuloset ditën e njëjtë. Kryeministri Edi Rama do të mbledh grupin parlamentar së bashku me qeverinë në Pallatin e Brigadave, ku diskutimet do të bazohen mbi raportin që do të paraqitet nga socialistët në seancën parlamentare pas mbledhjes së Këshillit të Mandateve. Raportin e shumicës do ta hartojë Ulsi Manja, kryetari i Komisionit të Ligjeve, njëherëzi dhe antari i Këshillit të Imunitetit. Tashmë me mosdagursinë e palëve, opozita dhe mazhoranca do të shkojnë me raporte të ndara, ku demokratët ishin të prerë në qëndrim dhe lajmëruan se do të rekomandojnë heqjen e imunitetit të Belinda Ballukut. Ndryshe deklaruan socialistët. Të hënën ishte kreu i grupit parlamentar Tauland Balla, i cili nuk dha një vendim konkret, ama e cilësoi të mjaftueshme masën e pezullimit ndaj Ballukut. A është pezullim i mjaftueshëm? Besoj që po, është i mjaftueshëm. Do ta komunikojmë. Megjithatë, fjalën e fundit do ta ketë parlamenti. Pritet që raportet të diskutohen gjatë seancës së 5 marsit, ndërsa kërkohet një shumicë e thjeshtë për 71 votash për heqjen e imunitetit të socialistes Belinda Balluku. Ajo akuzohet nga prokuroria e posaçme për shkelje të barazisë në tenderin për tunelin e Llogaras dhe është në hetim dhe për 7 lotet e Unazës së Madhe. Pasi kuvendi të shprehet për kërkesën e SPAK, socialistët do të vijojnë me ndryshimet ligjore në nenin 242 të kodit të procedurës penale, përmes të cilave synohet që gjykata të mos pezullojë dot dhe presidentin, kryeministrin, zëvendës kryeministrin, ministrat antarët e gjykatës kushtetuese, avokatin e popullit dhe kreun e KLSH. Udhëheqësi i opozitës Ali Berisha tha këtë të martë se kryeministri Rama po mbron veten e tij duke mos lejuar arrestimin e Belinda Ballukut. Sipas tij, Rama do të përballet me protesta derisa të japë dorëheqjen. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha kërkoi dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama, duke akuzuar se po pengon drejtsinë, duke hedhur poshtë kërkesën e SPAK-ut për arrestimin e numrit 2 të qeverisë, Belinda Balluku. Në një komunikim me gazetarët, Berisha deklaroi se Rama nuk do të heqë imunitetin e Ballukut për shkak se po mbron veten e tij. Denoj me forcën më të madhe qëndrimin dhe urdhrin e tij dje ndaj vasalëve të tij që të mos votojnë kërkesën e prokurorisë për heqjen e imunitetit Lubi Ballukut. Dhe ai tani nuk heq imunitetin sepse e di që fill mrapa shkon ai. E di që ajo është kryehajduti dhe kreu i organizatës kriminale. Berisha komentoi edhe lajmin se grupi parlamentar i Partisë Socialiste do të mblidhet të njëjtën për çështjen Balluku. Ato janë marioneta të Edi Ramës, sepse të gjithë janë të lidhur në krime dhe e dinë që do ndjekin Belindën. Këtu është gjithë problemi. Kryetari i Partisë Demokratike Berisha përsëriti idenë se qeveria Rama nuk rrëzohet as për shkak të faktorit ndërkombëtar e as për shkak të sistemit të drejtësisë, duke i ftuar qytetarët të bashkohen opozitës në protestën e së shtunës.
Apeli i posaçëm i tha jo kërkesës së Erion Veliajt për të lënë qelinë e paraburgimit, ku ndodhet që prej 10 shkurtit të vitit të kaluar. Ai do të vijojë të qëndrojë në qelinë, ndërsa pritej që gjykata ta njohë me trupën gjyqësore, që do ta gjykojë atë për akuzat e korrupsionit dhe të pastrimit të parave. Kryebashkiaku i Tiranës ju drejtua me ankim apelit kundër vendimit të shkallës së parë të datës 1 shkurt, që u dha nga gjyqtarja Etleva Deda për vijimin e arrestimit në burg ndaj tij. Veliaj kërkon një mas më të butë sigurie duke ofruar edhe garanci pasurore. Veliaj synonte të rikthehej në liri menjëherë pasi gjykata e posaçme e shkallës së parë vendosi kalimin e gjykim të dosjes në ngarkim të tij. Pamjet e kamerave të sigurisë kanë zbardhur plotësisht vrasjen e 31 vjeçarit Egli Pashollari në Tiranë. Krimi ndodhi për shkak të bllokimit të rrugës me makinë nga ana e viktimës, i cili më pas është përleshur me autorin dhe bashkëshorten e tij. Personi që shikoni në foto është Gazmend Buçpapaj, autori dyshuar i vrasjes me thik të 31 vjeçarit Egli Pashollari, ngjarje ndodhur pas ditën e së premtes në zonën e Ishparkut në Tiranë. Vision Plus ka siguruar dhe pamjet e kamerave të tjera të sigurisë që tregojnë Gazmend Buçpapën duke u larguar me vrap me bashkëshorten e tij menjëherë pas vrasjes. Ata braktisen makinën e tyre dhe më pas u larguan pak metra më këmbë. Me pas ata kanë marrë një taksi dhe kanë shkuar në banesën e tyre në afërsi të zonës së Sharrës. Në dëshminë e saj, bashkëshorti i autorit të dyshuar ka thënë se sherrri nisi pasi viktima kishte bllokuar rrugën. Sipas saj, Gazmend Buçpapaj i ka rënë buris, por Egli Pashollari ka dalë dhe i ka ofenduar. Pasi ka ecur pak metra, Pashollari ka ndalur sërish makinën dhe ka dalë nga mjeti. Në këto momente, sipas saj, ka dalë dhe bashkëshorti i saj ku janë përleshur. Në sherrë është përfshirë dhe shoku i viktimes, por dhe gruaja e autorit, siç duket në video. Ndërkohë në pyetje është marrë dhe shoku i viktimes, i cili ka thënë se Egli po parkonte, por autori po e ngacmonte duke i rënë boris gjatë gjithë kohës. Sipas ekspertizës, 31 vjeçari është goditur të paktën 5 herë me thik në pjesë të ndryshme të trupit, ku plagët në krahëror i kushtuan jetën. Pas kontrollit në banesën e Gazmend Buçpapës, blu gjetën një armë zjarri dhe municione luftarake, armë të cilën e kishte me leje. Të nderuar shikues, që gjithçka e përgatitur edhe për këtë edicion informativ, bashkë ndajemi këtu, natën e mirë.